Rnoftu që këja! Mi ju tregu gjithë botës se ne jemi vetëm shlirimtarë edhe nuk kemi njerëz që kemi bo klime. Në Strasburg kemi dalë të protestojmë, të kërkojmë për lirimin e shlirimtarëve tonë, ua kemi bërë që bashkangjismi dhe ta të i kalojmë edhe këtë padrejtësi, sikurse padrejtësit plotme që i kemi kaluar si popull, dhe ata cilët duhet jenë në Hagë sot janë shërbëtorët e Miloševićit, unë krye me Vučićin dhe ata që janë prantin, ndërsa shlirimtarët që kanë luftuar për ta mbrojtur pragun e tyre, duhet liruar menjëherë. Shpresojmë sa më shpejt dalin pafajësia e tyne edhe të lirohet Hashim Thaçi me komplet grupin e tina. Këta jenë bërë sebeb që neve ta shijojmë lirinë e Kosovës, që neve të shkojmë ta vizitojmë atë vend të lirshëm dhe lusim Allahin Azza wa Jall që këta inshallah sa më shpejt të lirohen dhe të dalë e drejta në shesh, e vërteta në shesh. Sa më shpejt na lirohen pej kësaj padrejtësie. Po është padrejtësia, liri për shlirimtarët. Jemi dalë për të protestuar kundër padrejtësisë, liri shlirimtarëve. Shlirimtarët janë e gjithë që këja. Nuk janë duke u akuzuar vetëm persona individ, por është i gjithë populli UÇK. Edhe këta thashë që 5 vjetë rrinë për kriminal të Serbisë anën të lirë. Mjerisht janë në disa shqipfolca që flasin kundër shlirimtarë. Këta janë shlirimtarë të pastër së kur loti i syrit. Edhe kjo një padrejtësi e madhe që na bëhet në Evropë sot. Shënjestër.net